të jemi të gatshëm që Partinë Socialiste t'ja u vënë dispozicion të gjithë atyre që duan të realizojnë dhe që ndaj me ne qëllimet e mëdha. Dhe në këndvështrimin tim asnjëherë më parë, të paktën qysh se unë jam në krye të Partisë Socialiste, nuk ka pasur një moment zgjedhor si ky me një peshë specifike gjeopolitike. Patjetër që të gjitha zgjedhjet kanë qenë të rëndësishme, patjetër që në çdo zgjedhje një parti si e jona hyn për të fituar dhe patjetër që çdo zgjedhje ka pasur peshën e vet mbi fatin dhe mbi ecurinë e vendit, por këto zgjedhje kanë një peshë specifike të posaçme, sepse besoj që qysh nga zgjedhjet e para pluraliste, ose le të themi 2 zgjedhjet e para, ato të 91-shit dhe 92-shit, këto zgjedhje janë të parat zgjedhje që kanë një rëndësi të posaçme gjeopolitike për Shqipërinë. Për herë të parë në eksperiencën time të drejt për drejt, mundësia e hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian është reale, është e prekshme, është konkrete dhe aktuale.